Kryetari i Odës Ekonomike Branko Azeski kërkoi hapjen e kufive në mënyrë që bashkëpunimi me vendet rajonale të rritet dhe të forcohet ekonomia. Ai theksoi se ajo që mungon tani është një platformë për vlera themelore si lufta kundër korrupsionit, gazifikimi i shpejtë, mbështetja për eksportet dhe vazhdimësia e rregulloreve dhe vendimeve ligjore. Që si го štitime интегритетот, që si štitime sve, ali бараме отварање на границите на сите можни начини. И тука ја поддржуваме владата на Република Македонија, која што чини напори да со бизнисот ги отвори портите на соработката, тоа особено изразено во последниве 6 месеци, каде што заеднички се настапува со сите земји што се значајни економски партнери за нас, и тоа мислам дека ќе продолжи во наредниот период. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski bëri të ditur se kompanitë duhet të investojnë në inovacion, digjitalizim dhe zhvillim të qëndrueshëm për të rritur konkurrueshmërinë, duke nënvizuar se ekonomia e fortë ndërtohet përmes partneritetit mes shtetit dhe biznesit. Како мала и отворена економија, силно интегрирана во европските синџири на вредност, овие промени не можеме да ги гледаме како далечни процеси, тие се веќе дел од нашата деловна реалност. Затоа владата превзема конкретни чекори за создавање стабилна и предвидлива рамка за зелена и економска трансформација. Këto u thanë në forumin e biznesit me temën shëndrimi i qëndrueshmërisë në konkurrueshmëri, ndërtimi i bizneseve rezistente në një botë të pasigurt, që u mbajt në Shkup, organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, Oda Ekonomike dhe zyra e koordinatorit rezident të Kombeve të Bashkuara në partneritet me delegacionin e Bashkimit Evropian.